të zhgënjyer nga mos marrja ime e çmimit të madh, po të falemnderit që thua si fitues moral. Një vajzë është shtruar në spital, kurse në Shqipëri kanë në një karburant, do më thënë, ka shkuar, ka marrë atë pistoletën dhe ka hedhë atë, donte t'i vinte flak vetes, dhe dikush një tjetër kishte lënë një letër të fundit, ku kërcënonte se do i jepte fund jetës, po ju lutem, nuk është, më leo ta them këtë Sadri, është një lojë, është një eksperiment social, është një show televiziv, ku secili nga ne përpiqet të përcjell mesazhet e veta, dhe nuk ka rëndësi çmimi i madh, rëndësi ka mesazhet që përcjellim ne, dhe si thua ai fitues moral apo fituesi i zemrave mjafton, nuk ka ndodhur asgjë, unë jam këtu, jam shumë mirë. Po ti, domethënë ti je këtu me neve. Nuk më ka ndodhur gjë. Jo. Mirë. Po, shumë mirë. Me shëndet mirë. Shumë mirë jam. E posh edhe një intervistë që thot pak me gjendjen të rënduar, po se të po të shoh mirë apo çfarë gjendje? Jo, kam përshkruar që problemi ka qenë vetëm ambientimi me përshtatja me dritën. Me dritën? Po, me dritën, me dritën, po. Po kështu na i qenë procedurë ligjore për ndaj personazh aty? Jo, kam thënë që unë procedura ligjore, aty do këshillohem me përfaqësuesit e mi ligjor, një prej tyre është ish kryeprokurori i Tiranës dhe Enida Bozheku, e cila e dim të gjithë kush është, për sa i përket aftësisë saj ligjore dhe titujve që ka. Në gjatë spektaklit janë bërë, megjithëse duhet të mbanim atë që na u bë si ftesë, edhe një nder dhe përkushtimi i madh që na është bërë nga Top Channel, që dua t'i falenderoj gjithë produksionin e Big Brother dhe sidomos drejtoreshën e produksionit Sara Hoxhën. Sara Hoxhën, po. Do të thënë një punë vetmohuese edhe Ledionin patjetër që të gjithë. Po ne kemi meç. Po ne nuk nga unë i pari, po ta them, kemi bërë gabime aty brenda, kemi thënë dhe fjalë që s'duheshin thënë, apo kemi bërë dhe veprime që nuk duheshin bërë, kështu që një ndjesë të madhe gjithë publikut dhe pastaj secili do mbaj përgjegjësi kur e ka shkelur atë vijën e kuqe që themi që nuk shkelet më. Ne duhet të tregoheshim, të përfaqësonim atë Big Brother VIP. Duhet pak më tepër VIP të ishim. Pra atë very important person duhet ta kishim. Nështë e ka po dhe rrethi që ka pos personazhe të ndryshme? Po ajo është, prandaj quhet eksperiment social, është 120 ditë ti duhet durosh presionin, edhe personazhet me background të ndryshëm, se si përballesh. Pse ke qytet analfabet? Funksional. Që ke funksional? Funksional. Po, funksional. Funksional. Sepse më erdhi shumë keq, domethënë, për pa mos dijenin dhe seksinë e njohurive të tij, por është një djalë që në jetën e vet ka bërë një kthes të jashtëzakonshme, siç e tregoi te linja e jetës, dhe në fundit është ajo që themi Vox Populi Vox Dei. E vërtet. Funja funit edhe vepra teatrale bën për publik, apo jo? Patjetër, përderisa ai mori votat e publikut, është e respektoi, për mua nuk është shembulli, por ja që unë besoj që duhet i vëmë pak gishtin ne pak më të mëdhenjt, dhe të kemi pak më tepër kujdes kur lëm shumë fëmijët me celularin, me TikTokun, sepse krijohen edhe simbole të cilat mund të jenë si ato fishekzjarë, të shkëlqejnë një herë, ndriçojnë për 3 sekonda dhe pastaj çështja është çfarë vepra do lësh nga pas. Po vepra e Juzit ka pëlqyer? Jo, në asnjë mënyrë. Jo. Jo. A mendon që duhet t'i kërkojmë falje? Ai ishte një vandalizëm i llahtarshëm, të gjithë jemi distancuar, e kemi gjykuar. E di që te Kosovën e do shumë. Shumë e do. Dhe shumë këngë kosovare kemi kënduar aty. Pra më falë që them këngë kosovare, këngë të Kosovës, siç janë këngë të Labëris, apo këngë të Çamëris, janë të gjitha këngë të Shqipërisë. Se Shqipëria është i vetmi shtet që kufizohet nga trojet e saj, me atë padrejtësi që na bën fuqitë e mëdha, dhe shpresoj dal nga dal do rregullohet kjo padrejtësi. Po, a mendon që do të t'i kërkojmë falje gjithë shqiptarëve kudo që jeni i keq në emër të Juzit? Po patjetër.
patjetër. Unë mendoj që Çoni di që ti je aktor i madh dhe akte të tilla dhune, sidomos mes shqiptarëve, sepse është dëgjuar shpeshherë ka thënë që një shqiptar i ra një kosovari, mos e bëni këtë gjë, se është tmerr, është si thuash një shqiptar i ra një çami, apo një shqiptar i ra një labi. Ne jemi shqiptar të gjithë. Pastaj e kemi kolosin Homerin ton. Thot Gegetolsk, Marsia Lia, një është Kosova, e kam thënë unë, një është Shqipëria. Ashtu siç nuk ka pa Gjakov, nuk ka Kosovë, nuk ka pa Kosovë, nuk ka Shqipëri, dhe nuk ka Shqipëri pa Çamëri, nuk diskutohet ajo gjë. Ajo gjë nuk diskutohet. Unë në program disa herë më thanë, la herë të lutem ti mos, se po vëlloj flasë për atë zetarizmin, e kanë të humbur krejt lojnë që të gjithë, dhe unë ndalova. Po sot jam të Kojshia Show, të miku im Sadriu, kështu që rofë Shqipëria etnike. E vërtet, bravo, do të kiti për dajit dhe në djerë. Po. Njerë, qëka të kam bet pik një me bon Big Brother? Kini bo shumë gjona, a ki di qëka që të kam bet pik? Thuje burë, më. Nuk e them. Thuje. Jo, se na shtarë, a mund t'i pakuj? A ma dhe dush me thonë sonde, për publikun. Ja, ajo që më ka ngell, si shtoshte me Ira Pishmanit, si shtoni ju në Kosovë, është që do njerë mund t'a kem tepruar me do një fjallë, apo kam gritë zërin. Po tani ne aktori jemi, ti e di. Në një sen tjetër... Unë e menova që me nëj femër më s'kam vetë pik në sen. Po, ishte një puthje që nuk u realizua, pastaj, e kupton, shkoj se shkoj. E zavenzoj gjesti. A i mua bet, po, pa tjetër. Gjithmonë do dalë dikush, kështu që jemi re. Unë, shiko, në qofë se u duk që puthja e Laertit dha fitoren. Bravo, që kjo ke e mira. Laert, po dhe diçka me në thonë se e kom pona, por e kom përcjellë shumë për shkartonin, normalisht. Nuk diskutuhet. Jo që se kam përcjellë ma erët bikun, por kësaj radhe e kom përcjellë ma shumë për shkartonin. Po, ka pas në kanë thënë që ka pas të leshikueshmëri shumë të lartë. Po, është e vërtetë, por nuk diskutuhet. Me rezonën, qëka të lidhë? 2 kafe kemi pirë. Jo, se ti e di shumë mirë, ne jemi bashk aktor dhe kemi... Kini pos dhe... Me Rozanën... Ne mos marrëveshje. Përveç se... Jo, me Rozanën, do me thënë... Mos marrëveshje të mirë, në kuptimin e mirë. Jo, po edhe një natë pas bigut, po prapë, do me thënë, të nesërmen të poshtë pallatit, aty jemi përshëndetur. Po keni pos diçka më shumë se shoqëri me Rozanën? Jo, asnjëherë. Jo, asnjëherë. Kafe qosë, ja? Unë Rozanën... Jo, kafet e mija me Rozanën 2 herë i kam kërkuar të më... është një... Unë do më lejoj termi ta them, është një zonjë që përfaqëson gruan shqiptare, gruan e fortë shqiptare, që ja ka dalë vetë në jetë, më së miri. Ka ngrit zërin për, ti e di shumë mirë, për çështjen e gruas shqiptare, dhe për t'i dhënë forcën që meriton, dhe